Hej njerëz toshën, depresion nuk ka. Depresion nuk ka. Por ti të thonë vete se unë jam në depresion, unë jam në depresion, që ky person më qiti në depresion, që kjo situatë do më qiti në depresion, atëherë ti bjen depresion. Normal. Aje ka ndëgjon fjallët e tua që ka e ka flet. Edhe, aje të jetu, apo ke vdek për zgjalli, për atë jenë depresion, sepse ti nuk je ka jarrin qëllimet e tua, sepse ti nuk je ka kryon jetën tonde, ti je në ankes, ti e ke fokusin veç të gjonat e këqia. Çka po ndodh aty? Kur ti merresh me jetën tonde 100%, edhe nuk ki kohë me u marrë me jetat e tjerve, edhe e ndjek pasionin ton, edhe jeton sot jesh gjallë, jo me najt aty si qyqo, si kur qiqan, edhe me u anku, av, iv. Normal që bjen depresion. Normal. Jo veç ti, po se cili që ankohet, edhe që këqysh gjdo kund me gjetë ma të keqen. Nëse ti që në mëngjes e fillon ditën me falenderime, me të i pa bekimet që jeta edhe Zoti dhe universit jep çdo ditë, edhe të më thonë thjesht e mban fokusin në ato që i ke, nuk mundesh më ranë depresion. Depresionin nga njerë është thjesht lasdrem, sepse ti merr kohë, ti ki kohë me u anku. Mos me pas me kohë me u anku, me ndjek pranaj ëndrat e tua. Jo veç me ndru, po me i bo ato realitet, atë nuk ki kohë ti me u anku. S'ki kohë me mendu as për depresionin. Depresion, tani, kur ti nuk jeton, nuk mundesh kur me nxjerr zjarrin mrena vetes. Zjarrin që e ki ti mrena vetes, se na i kemi 4 elemente. Do thonë është zjarri, është ajri, është toka dhe është uji. Nëse ti nuk jeton çto 4 elemente normal, amo kur merr pjesë në jetën, kur je gjithkund aktiv, kur e dashuron thjesht vetveten edhe kur thjesht je falendrues vetëm pse ekziston, atë depresioni nuk ka vend, sepse s'ke kohë me u marrë me to. Nuk ke kohë. Edhe këto po ta them sepse e di nga përvoja e punës, sa njerëz për shembull rrinë mrenda, ankohen, nuk bojnë asnjë gjë. As nuk e kanë punën që e dojnë, as nuk e kanë partnerin që e dojnë, as nuk i kanë parat që i dojnë. Domethënë, nuk i kanë ato ëndrat e realizume, atëherë ti bjen depresion. Nesja jeto çdo ditë, mos i jep kohë, mos i jep fokus, mos i jep vëmendje depresionit. Atëherë këtyre që shki me dalti për situatës. Edhe vetëm hin veprime. Nëse tot emocione jo, se s'po du, se s'moj, se nuk jam mirë, kalon mbi emocionin, mbi mendimet e tua, edhe këtyre ndryshimet që shkan me të ardhur.